Joniketa shkeli për herë të parë në godinën SOTSPAK dhe BKH në vitin 2010, aso kohë si pjesë e krimeve të rënda. Sot 37 vjeç, ai është një profesionist i fushës së drejtësisë dhe strukturave hetimore, me mbi 14 vite eksperiencë të pandërprerë në policinë gjyqësore dhe institucionet e drejtësisë penale në nivele të larta. Me formim juridik dhe karrierë të ndërtuar që nga viti 2010, pranë prokurorisë së krimeve të rënda, ai është konsoliduar si një ekspert i specializuar në hetimin e veprave penale të rënda, krimit të organizuar, korrupsionit dhe procedurave të ndërlikuara penale. Aktualisht, zoti Keta mban pozicionin e zëvendësdrejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, duke garantuar funksionimin e shërbimeve të policisë gjyqësore dhe vazhdimsinë e institucionit pas largimit të Aida Hajnës. Komisioni posaçëm i SPAK e propozoi për drejtues të BKH-s me një mandat 5 vjeçar, ndërsa pritet të emërohet në datën 2 dhjetor. Gjatë karrierës, ai ka ushtruar detyra me përgjegjësi të lartë, duke nisur si oficer i policisë gjyqësore, pranë prokurorisë së krimeve të rënda, më pas pranë prokurorisë së posaçme SPAK, e më vonë si hetues i Byros Kombëtare të Hetimit. Puna e tij është karakterizuar nga aftësitë për të identifikuar, dokumentuar dhe hetuar veprat penale, për të siguruar prova dhe për të bashkëpunuar ngushtë me organet procedurale dhe autoritetet e huaja. Ai ka një eksperiencë të gjerë në ekzekutimin e vendimeve penale, procedurat ndërkombëtare jurisdiksionale dhe zbatimin e legjislacionit kundër krimit të organizuar dhe pasurive të pajustifikuara. Profili i tij profesional plotësohet nga aftësitë të shkëlqyera komunikimi, analizimi dhe organizimi, si dhe nga etika e lartë në punë, profesionalizëm dhe qasje bashkëpunuese. Keta zotëron aftësitë të avancuara në menaxhimin e situatave me presion të lartë, udhëheqjen e ekipeve, koordinimin ndërinstitucional dhe zgjidhjen e problemeve komplekse. Ai flet të rrjedhshëm anglisht dhe italisht dhe përdor në mënyrë shumë të mirë mjetet kompjuterike. Ky kombinim kompetencash, i përforcuar nga prania e tij fizike në terren për çdo hetim apo dosje të ndjekur prej tij dhe skuadrës së BKH-s, e bën atë një drejtues të besueshëm, të aftë dhe shumë të vlefshëm në fushën e hetimit penal.